A ka sëmundje që i shëron agjërimi apo fasting? Po. Cilat janë? Atëherë po marrim problemet në fillim të shëndetit mendor. Okej. Në rini, tek moshat e reja adultë, sot po vjen në re sëmundja e addiction, e apasionumit mbas pijeve, duhanit, e këtyre tjereve. Duke u futur në agjërim, futesh në një vetë disiplinim. Një, dhe e dyta, në kënaqësinë, pra futet në një proces tjetër jetësor, dhe nga ana tjetër në një iftar, ndjen kënaqësi dhe realizon atë mungesë që kishte në trup dhe kishte detyruar të vinte në addiction. Pra këto quhen sëmundje shoqërore me probleme të mëdha. Po marrim sëmundjet e tjera po marrim moshën e pleqërisë. Nga sëmundjet kryesore që janë në moshën sidomos mbas moshës 65 vjeçare, është Alzheimeri. Alzheimeri quhet çmenduria e pleqërisë, kur njeriu humbet aftësitë njohëse dhe të sjelljes. Nuk njeh më personi i sëmur familjen e vet. Për shembull gruaja burrin, burri gruan, apo prindin, apo fëmijën e vet. Nuk di se është në shtëpinë e vet apo jo. Kjo quhet Alzheimer. Pse ndodh kjo sëmundje? Kjo ndodh nga grumbullimi në enët, në fijet nervore dhe qerizat nervore të disa pllakave që quhen amiloide. Këto ndikojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje. Çfarë ndodh gjatë agjërimit tani? Duke thënë faza e parë glukoza nga glikogjeni, pastaj fillon tretja e oksidimi i yndyrnave dhjamrave. Në fillim të atyre që janë i gjak, pastaj ato në dhjamor të barkut për shembull. Pra nga një anë realizojmë djegjen për uljen e dhjamrave të tepërta në trup, por nga ana tjetër, nga djegja e këtyre prodhohen disa trupa që quhen trupat ketonik. Djegja e trupave ketonik çon në djegjen e këtyre pllakave të hyalinës. Këto tani e pastrojnë sistemin nervor, krijojnë mundësinë të krijojnë qelizat e reja, pra riciklohen qelizat e reja, dhe nga ana tjetër eliminohen, detoksikohen qelizat e vjetra të trurit dhe pllakat hyaline. Prandaj ripërtrihet truri, forcohet kujtesa, bile u rekomandohet dhe studentëve para provimit në mënyrë që të rriten proceset e kujtesës, të njohjes, të mbajturit mend, që janë të domosdoshme, aq më tepër me kalimin e moshës. Nga ana tjetër, duke rigjeneruar në të tërë trupin, i cili merr një pushim gjatë agjërimit, agjërimi është dhe një anti-aging që i thon, pra pengon shfaqjen e parakohshme të pleqërisë, duke ruajtur vitalitet dhe cilësi jete deri në përfundimin e saj. Kjo është një nga sëmundjet që është problematike. Po marrim sëmundjet e tjera, diabeti. Diabeti sot po shtohet çdo ditë, i lidhur me obezitet, me keq ushqyerje.